drejtori i Ujqesit Elbasanit e shtiru në SPAK si i lidhur me bandën e Suel Qelis. Drejtori të Ujqeseve këtë. Kësa që qëllin ujnë të një përgjithsin vetën tonë, problemet më dha kanë, në zarko. Qëllë ujë dhe lidhje, bën lidhje vetë me ujnë, po me di llojet e ujrave. Qa është këtë tani, kupton je? Po, zoti Luan Tabaku është pyetur nga... Luan Tabaku e ka ky? Po pse është pyetur? Më përpara hetuesit e Byros Kombëtare të Jetimit i kanë kontrolluar banesën, vetë ai nuk është gjetur në banesë, ka qenë vetëm bashortja. Gjatë kontrolleve në banesë është marrë një celular, një laptop dhe disa shuma parash, diku të rreth një 8-9.000 euro dhe 9 milion lekë në mos gabohem, para shumë kjo ka qenë. Më pasi është bërë kontroll edhe në zyrë. Rezulton që nga bisedat në Sky ECC, si pas hetuesve, ka dyshime të forta që mund të jetë implikuar në organizatën kriminale të Suel Qeles, sepse si pas tyre, janë ata të cilët në një farë mënyre kanë paracaktuar dhe kanë emëruar zotin Tabaku në pozicionin e administratorit të UKT-s në Elbasan, dhe më pas duke pretenduar që ardhe e tij në krye të këtij institucioni mund t'ju lehtësonte atyre marrjen e tenderave dhe për këtë arsye zoti Tabaku është pyetur nga hetuesit e BK-s me njohjet që ka me Suel Qelën, vllajën e tij, por edhe babain e tyre, është pyetur për personazhe të tjerë të cilët dalin në komunikime dhe po ashtu është krahas tij janë bërë kontrolle edhe në banesat e disa zyrtarëve të tjerë dhe biznesmenëve të cilët dyshohen nga gjithë zbërthimet e komunikimeve në Sky ECC. Deri më tani ndaj zotit Tabaku nuk ka mas sigurie, është vetëm si person në DNI, por nga ana tjetër duhet theksuar që hetimet atje më pas janë shtrirë me sa kam kuptuar nga mënyra se si kanë rrjedhur dhe janë zhvilluar ngjarjet, janë shtrirë edhe tek lojrat e fatit, sepse në aksion e sipër ka patur të dhëna dhe kanë rezultuar të dhëna që lidhen edhe me vepra tjera kriminale. Pra përveç organizatës, ka edhe vepra që kanë bëjnë me shkeljen e barazisë në tendrat, korrupsion në tendra, pastrim parash, organizim të palejuar të lojrave të fatit e tjera me radhë. Pra është një hetim që është duke vijuar dhe në kuadër të tij. Ka dhe sfond elektoral, me karakter preventiv, apo në një kuptim. Në çfarë aspekti se... Jo, në kuptimin, jemi në prag zgjedhje që se goditen njerëz me ndikim. Zoti Tabaku, në mos gabohem, është koordinatori i Partisë Socialiste për qarkun e Elbasanit. Në këtë kuptim, ka karakter elektoral. Në momentin që është sekuestruar një celular në shtëpi, është kontrolluar zyre, është marrë dhe celulari i tij personal. Mentori thotë që ka karakter... Për shkak të funksionit. Preventiv. Për shkak të funksionit. Po se çfarë rezultati do t'japi celulari i tij, se mund të ndodhë që ai të niset si lidhje për organizatën dhe mund të dalin aty dhjetra të dhëna të tjera që mund të nxjerrin në dritë të tjera detaje. Pra, unë jam në gjendje të them një gjë që është në vijim e sipër. Por që patjetër, për shkak të funksionit, patjetër që edhe në këtë kontekst mund ta shohim. Në këtë kontekst do ta shohim thuaj. Unë këto kështë veçuar, kishim dhe dy momente tjera, këtë që tash me zonjën Zamancin dhe të tasërëm ditë në enë dhe diçka tjetër me lalëm, por koha është shumë e limituar për shkak se pjesën e dytë ne do të kemi, do jemi të pjesa e fushatës. Por unë një moment shumë i rëndësishëm që e veçova, jo gjithmonë gjërat i lidhen në fund të kanë rëndësinë e fundit. Është shumë e rëndësishme sepse Kosova është pa qeveri dhe pa parlament aktualisht. Në momentet që ne po flasim, bile edhe përpjekja e sotme rezultoi e pa suksesshme. Nuk u konstituua dot parlamenti. Tani, zoti Nazarko, e shtyrë sëri seanca për konstituimin e parlamentit. Duket një gjendje pa precedent. Çfarë po ndodh në Kosovë? Se konstituimi është një akt normal apo jo? Apo këtu ka veçanësi të tilla të cilat nuk ndodh ky proces? Po? Shikoni, në pikpamje kushtetuese, pra të rregullave të shkruara, po edhe të zakoneve të pashkruara që janë respektuar sa herë që janë kriju qeverit, është vënë re që ka norma, ka nene, cilat janë kundërshtime njëri tjetrin. Dhe çfarë ka ndodhur? Cila është arsye pse nuk po konstituohet parlamenti? Po të flas për atë arsyen që duket, jo për atë arsye që nuk duket. Po flas për arsyen që duken në fillim, pastaj për ato që nuk duket. Sipas një ligji që ka miratuar vetë kjo qeveri, pra qeveria vetëvendosjes, kryeministri dhe automatikisht gjithë qeveria e tij, në momentin kur certifikohet rezultati i zgjedhjeve, domethënë nga KQZ-ja, duhet të jap dorëheqje. Kjo është e para, është një. Pra Albin Kurti duhet të jap dorëheqje. Duhet të kishte dhënë dorëheqje. Dhe ai nuk e jep. Jo, ai nuk e kishte dhënë, ë?
nuk e kishte dhënë, si pas këti neni 26 i një ligjit të 2022. Ky ligj është në fuqi. Është në fuqi nga ndoshta shtator, tetor i 2000. Po, ligj në fuqi para 3 vjetësh. Po. E i miratuar nga kjo qeveri. Nga qeveria e zotit Kurth. Po, Kosova, ndryshe nga Shqipëria, ka një rregull të papajtueshmërisë së mandatit të deputetit me atë të ministrit, domethënë edhe të kryeministrit. Dhe në momentin kur Komisioni i verifikimit të mandateve ka shkuar, ka përgatitur një raport, dhe ky raporti duhet shkonte në seancë plenare, atëherë është parë që në raport me numrin e të pranishmëve nuk është marrë gjysma plus 1 e votave të pranishme që ky raport, raporti i Komisionit të verifikimit të mandateve, të konsiderohej si rregull. Kjo u verifikua para 2 ditëve. Kemi patur një përsëritje të kësaj seance sot, por kësaj radhe nuk kemi patur votim. Pra raporti i Komisionit të verifikimit të mandateve nuk u votua në seancë plenare. Dhe është tentuar të bëhet një konsultim, partitë opozitës nuk kanë pranuar konsultim, kanë thënë hajde të votojmë, dhe kryesuesi i seancës, që është ai burri më i vjetër, babai i një viktime të ndjerë, domethënë që ka qenë aktivist i vetëvendosjes, zoti Dehari ka vendosur që ta shpëndaj edhe një herë seancën. Pra kemi 2 përpjekje të dështuara për të krijuar, për të konstituuar kuvendin. Çfarë do thotë kjo në gjykimin tim? Pra kjo është në arsyet e dukshme. Në arsyet e padukshme ose ato të supozuara, së pari konsiderohet ajo e takticizmit të vetëvendosjes për të shtyrë sa më shumë të jetë mundur krijimin e qeverisë dhe duke fajsuar opozitën e cila sipas tyre nuk është konstruktive, nuk lejon që Kosova të tregojë seriozitet përpara faktorit ndërkombëtar, duke i themeluar institucionet me qetësi, me rregull në përputhje me ligjin. Por takticizmi i vërtet, sipas opozitës, është ai që vetëvendosja e cila nuk është e sigurt për numrat që ka, pra për numrat, për shumicën që ka. Luan, do thosh. Po, tenton që ta afroj momentin e krijimit të parlamentit për pasojë edhe të krijimit të qeverisë me periudhën e zgjedhjeve vendore, sepse në periudhën e zgjedhjeve vendore, pa jo do sa kohë? Ato janë tjetër. Në këtë vjesht. Të vjesht është? Po, në këtë vjesht. Ata duan që fuqia... Pra ka një përpjekje taktike që të afrohet me kohën e... Fuqia negociale vetëvendosjes rritet. Mjep Prizrenin t'jap një ministër, mjep këtë t'jap atë. Pra kjo është një shpik. Shiko, që të ndodhë kjo, ne duhet themi që se unë kam parë për shembull partia e... dy partitë e mëdha nuk e duan koalicionin.